Për çmimi lakmis për pasuri dhe famë. Jetojmë në një kohë ku vlera e njeriut shpesh matet me atë që ai zotëron dhe me numrin e njerëzve që e njohin. Epoka jon ka ngritur dy idhuj të rinj në piedestal: pasurinë marramendse dhe famën e menjëhershme. Na thuhet se po të kemi më shumë, do të jemi më të lumtur. Na thuhet se po të jemi të famshëm, do të jemi të rëndësishëm. Dhe kështu, njerëzimi është futur në një garë të pafundme. Një vrapim ku askush nuk ndalon dot për të marrë frymë. Por pyetja që rrallëherë guxojmë ta bëjmë është: kur mjafton? Sa para duhen për të ngopur zemrën? Sa duar trokitje duhen për të mbushur zbrastinë e shpirtit? Kjo etje, e njohur si lakmi, nuk është një dëshirë e thjeshtë për të jetuar mirë. Ajo është një sëmundje e fshehtë që e bën njeriu skllav të asaj që zotëron. Sot do të zbulojmë se si Zoti i gjithësisë dhe profeti i tij e përshkruan këtë iluzion të madh, duke na treguar rrugën e vetme drejt lirisë së vërtetë. Në Kuranin e Madhërisëm, krijuesi ynë ka përshkruar këtë gjendje njerëzore me një saktësi që të rrëzon në gjunjë. Ekziston një sure e tërë që mban emrin e kësaj sëmundjeje, Sure El Tekathur, gara për shtimin e pasurisë dhe famës. Zoti i gjithësisë e fillon këtë sure me një konstatim të fortë: ju bëri të pakujdesshëm ndaj jetës tjetër, gara për shtimin e pasurisë dhe të çdo gjëje të kësaj bote, derisa t'i vizitoni varret, të vdisni. Sure El Tekathur 1:2. Zoti nuk thot se pasuria është ndaluar. Ai na tregon se gara e pangopur për të pasur gjithmonë më shumë na bën të pakujdesshëm ndaj qëllimit tonë të vërtet në këtë jetë. Kjo garë na verbon aq shumë saqë njeriu zgjohet nga ky iluzion vetëm atëherë kur trupi i tij mbulohet me dheun e varrit. Në një tjetër ajet të sures El Hadid, Allahu na e tregon të vërtetën e zhveshur të kësaj bote. Dije se jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se lojë, dëfrim, zbukurim, mburje mes jush dhe garë në shtimin e pasurisë të fëmijëve. Surja El Hadid 20. Për Zotin, e gjithë kjo mburje dhe kërkimi famës është si një lojë fëmijësh që përfundon sapo të vijë nata. Ajo që mbetet pas është vetëm ajo që kemi përgatitur për shpirtin tonë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, e njihte mirë natyrën njerëzore dhe rreziqet që i kanoseshin besimit dhe moralit tonë. Ai na ka lënë një metaforë drejtëruese, e cila duhet të jetë një alarm për çdo njeri që vrapon pas famës dhe paras. Profeti alayhis salam ka thënë: dy ujqër të uritur që lëshohen në një kope delesh nuk bëjnë dëm më të madh se sa dëmi që i bën fesë dhe moralit të njeriut lakmia për pasuri dhe famë. Mendojeni këtë imazh, imagjinoni dy ujqër të uritur që futen mes deleve. Ata nuk hanë thjesht për t'u ngopur, por shkatrojnë dhe mbysin çdo gjë rreth tyre. Profeti alayhis salam na thotë se nëse ne e lejojmë lakmin për para dhe dëshirën për të qenë të famshëm të na kontrollojë, ato do të na shkatrojnë fenë, karakterin dhe vlerat tona, më shpejt se sa ujqërit që shkatrojnë kopen. Lakmia për famë e shtyn njeriu drejt hipokrizisë. Ai fillon të bëj punë jo për hir të Zotit, por që njerëzit ta lavdërojnë. Ai humb sinqeritetin dhe bashkë me të humbet edhe veten. Njeriu ka një zbrasti të tillë në zemër, të cilën asgjë materiale nuk mund ta mbush. Të vërtetë absolute psikologjike, profeti alayhis salam e përshkroi me këto fjalë të urta: sikur njeriu të kishte një lugin të mbushur me flori, ai do të dëshironte të kishte edhe një të dytë. Dhe goja e njeriu nuk e mbush asgjë tjetër përveç dheut të varrit, e Allahu i ja fal atij që pendohet. Kjo është diagnoza e lakmisë. Ajo nuk ngopet kurrë. Kur blen një shtëpi të mirë, lakmia të thotë se të duhet një më e madhe. Kur merr një pozicion të lartë, ajo kërkon më shumë pushtet. Është si të pish ujë të kripur, dhe sa më shumë që pi, aq më shumë shtohet etja, derisa të vdesësh nga etja. Fama dhe pasuria krijojnë një iluzion të përjetësisë. Ne grumbullojmë sikur nuk do të vdesim kurrë, dhe harrojmë se çdo gjë që kemi mbledhur do të mbetet të tjerëve, ndërsa llogarinë për to do ta japim vetëm ne. Ku qëndron atëherë zgjidhja? A duhet të jetojmë në varfëri të plotë? Jo. Islami nuk e ndalon pasurinë e pastër dhe të fituar me nder, por ai ndalon që pasuria të hyjë në zemër dhe të bëhet zoti i tyre. Ilaçi vërtet që na mësoi profeti alayhis salam është kënaqësia me atë që ke, e quajtur Qana'a. Profeti alayhis salam ka thënë: nuk është pasuri bollëku i mallrave të kësaj bote, por pasuria e vërtet është pasuria e shpirtit, kënaqësia me atë që ke. Kur shpirti është i pasur dhe i qetë, njeriu ndihet mbret edhe me pak.
Ai nuk ka nevojë për duar trokitjet e botës për të ndjerë vlerën e tij, sepse e di vetë se vlera e tij është tek Allahu. Ai nuk ka nevojë të shtyp të tjerët për t'u ngritur vetë. Në një tjetër këshill të artë, profeti alayhis salam na tregon se si ta ruajmë këtë paqe. Shikoni ata që janë më poshtë se ju në gjendje materiale, dhe mos i shikoni ata që janë më lart se ju. Kjo është mënyra më e mirë që të mos i nënçmoni mirësitë e Allahut ndaj jush. Në fund të këtij udhëtimi, secili prej nesh duhet të ndalojë dhe të shikojë jetën e tij. Gara e kësaj bote është një iluzion që të harxhon kohën, shëndetin dhe shpirtin, pa të dhënë kurrë atë që të premton. Nuk ka asgjë të keqe të kërkosh suksesin, por mos lejo që suksesi të zotërojë ty. Mos u bëj rob i numrave, i pëlqimeve në rrjete sociale, apo i llogarive bankare. Zhbllokoje veten nga zinxhiret e lakmisë dhe kërko atë që është e qëndrueshme. Dora që jep është gjithmonë më e lumtur se dora që vetëm mbledh dhe shtrëngon. Pasuria më e madhe që mund të marrësh me vete është një zemër e pastër, e çliruar nga prangat e kësaj bote dhe e mbushur me dashurinë për krijuesin e saj. O Zot, ne largo dashurinë e tepërt për këtë botë nga zemrat tona. Na bëj të kënaqur me atë që na ke dhënë dhe na ruaj nga lakmia e pangopur. Na jep pasuri në shpirt, qetësi në familje dhe na bëj prej atyre që me pasurinë dhe jetën e tyre kërkojnë vetëm kënaqësinë tënde.